A mund të shërbej lirimi i tyre që ju sa po përmendët zotë Dauti si një pikthese pra për një armëpushim të qëndrueshëm? Po, ka gjasa, kjo është edhe arsyeja pse kryeministri i Izraelit shkon në shtëpinë e Bardhë dhe do të takohet të hënën me presidentin Trump, për shkak se Trumpi i dha kohë 6 mujore qeverisë së Izraelit që ta zgjidhë çështjen e Gazës, por ata kuptohet që dështuan dhe tani janë të detyruar të kthehen në tavolinën e negociatave dhe do të kërkojnë që të lirohen të gjithë burgosurit ushtarak izraelit nga të lëshohen të lirë, por me kusht që kuptohet që Izraeli duhet që të lishojë të burgosurit politik palestines dhe kuptohet që Hamasi kërkon që të ndërpritet lufta dhe jo vetëm të jetë një armëpushim për 2 muaj, siç e propozon presidenti apo kryeministri Netanyahu, për shkak se Netanyahu nuk mund t'i zihet bes, po ashtu edhe Shebas nuk mund t'i zihet bes. Prandaj dhe ata duan që të sigurohen dhe pastaj të lirojnë të burgosurit ushtarak izraelit. E qartë. Zotë, ndërkaq si e vlerësoni rolin e ndërmjetësit amerikan pra Witko dhe planin e tij me faza, a është kjo një kornizë pra që mund të funksionojë realisht në terren? Po, mund të funksionojë, po kjo nuk është plani Witkov, është kjo në periudhën e ish presidentit Biden, është plani i njëjtë. Po kuptohet që Izraeli deri sot nuk pajtohej që të zbatonte. Hamasi është prehur se është i gatshëm që të pranojë atë plan, dhe nëse nuk ka ndryshime të mëdha, kuptohet që Hamasi do të pajtohet për shkak se kuptohet që duan që ta përfundojnë këtë luftë, që është tragjike për civilet, ku në Gaza sot thuajse kemi mbi 100.000 të vrarë dhe shumica të cilëve janë fëmijë dhe gra dhe kuptohet që është në interes të Gazës që të ndërpritet kjo luftë. Ndërkaq, zotë Dauti, për nga rëndësia, pse është zgjedhur Kairo pra si qendër e këtyre negociatave dhe cili është ndërkaq dhe roli i Egjiptit, por edhe aktorëve të tjerë rajonal në këtë proces? Po Egjipti është përzgjedhur për shkak se konsiderohet si një ndër shtetet më të fuqishme ushtarake arabe dhe ka traditë edhe më herët kur janë bërë negociata paqe me shteteve të ndryshme arabe dhe Izrael, Kairoja ka qenë si kryeqendër e negociatave dhe vazhdon që ta mbajë këtë rol Egjipti, edhe për arsyeën se është në kufi dhe Gaza e dim që vetëm një mur e ndan Gazën prej Egjiptit dhe është në interes të Egjiptit që të përfundojë kjo luftë. Nga ana tjetër, zotë Dauti, pas më shumë se 600 ditësh lufte, a ka vërtet një vullnet real pra për të gjetur një zgjidhje, apo jemi ende përballë një lufte pra të gjata me ritme të ngadalta diplomacie? Po tani, përderisa Izraeli nuk i arriti qëllimet e tyre, kuptohet që ata do të deshin të ta vazhdonin luftën dhe të çrënjosin të gjithë banorët e Gazës, pasi kur që shihet në praktik kjo është shumë e vështirë. Ashtu presidenti Trump propozoi që të bëhet një pastrim etnik i Gazës, po ja që edhe kjo nuk mund të realizohet, për shkak se së pari Egjipti nuk e hap kufirin, dhe për shkak se, apo arsyeja kryesore, për shkak se banorët e Gazës janë të vendosur që të bëhen shehid, por mos e lëshojnë vendin e tyre, pra janë të gatshëm të luftojnë deri në vdekje, dhe sipas gjitha gjasave janë duke luftuar ashpër dhe janë duke fituar për shkak se për çdo ditë kemi ushtar të vrarë Izraelit dhe të cilët janë të detyruar të bëjnë një paqe. Ashtu se dim, zotë Dauti, zyrtarët ndërkombëtarë kanë konsideruar për procesin si të brisht, por sipas jush, cilat janë pikat më të rrezikshme që mund ta bllokojnë përfundimisht pra një marrëveshje të mundshme ndërmjet këtyre vendeve? Po, duhet shihet karriera politike e Netanyahut. Ai kërkon që të sigurohet që të mbetet në pushtet. Nëse ai arrin marrëveshje me Hamasin, ka rrezik që qeveria e Izraelit të bie, për shkak se të gjithë ata gjathtistët dhe radikalet që e mbajnë Netanyahu në pushtet, janë kërcënuar se do të tërhiqen, dhe kështu që partia e Netanyahut nuk do të ketë shumicë parlamentare. Mirë po për këtë përkujdeset administrata amerikane, të cilat i premtojnë Netanyahut se do të ketë një qeveri të zgjeruar, pra vetë opozita do ta përkrah Netanyahun që të mbetet në pushtet, qeveria e tij mos të bie, por ka edhe një fushë tjetër, Netanyahu, i cili frigohet padisë penale nga gjykata penale ndërkombëtare, ai kërkon që të ketë imunitet,
por jo vetëm nga gjykata penale ndërkombëtare, po edhe vetë nga gjykatat e Izraelit, ku është i paditur për korrupsion. Ai kërkon që të mbetet në pushtet, mirë po nëse nuk mbetet në pushtet, të ketë imunitet, apo që edhe nëse ajo nuk është e mundshme, të kërkoj azil në SBA, që të shpëtoj dhe ata pak vite që i kam mbetur, të jetoj edhe ata. E qartë, mirë, zoti Daudi, për të kaluar tek një tjetër çështje, ndjekim një sër deri kthehemi. Presidenti Amerikan Donald Trump tha se nuk po flet me Teheranin, pasi bombarduesit amerikan sulmuan objektet bërthamore iraniane, duke theksuar se nuk i ofron asgjë Iranit, në kundërshtim me qëndrimin e mbajtur nga ish-presidenti SBA-s, Barack Obama. Në një postim që bëri gjatë natës në Truth Social, presidenti i SBA-s shkroi: "Unë nuk i ofroj asgjë Iranit, ndryshe nga Obama, i cili u pagoi atyre miliarda dollar si pjesë e lëvizjes së pamend drejt një plani të përbashkët gjithëpërfshirës të veprimit për armët bërthamore. Unë as nuk kam folur me ta që kur ne shkatruan plotësisht objektet e tyre bërthamore." Të premten, Trump mohoi raportet e medias se administrata e tij kishte diskutuar ndihmën e Iranit për të aksesuar deri në 30 miliard dollar fonde në mënyrë që të ketë një program bërthamor për të prodhuar energji për qëllime paqësore. Kujtojmë se dje Teherani kërkoi OKB-s të njohë Izraelin dhe SBA-n si përgjegjës për luftën 12 ditore kundër Iranit, e cila përfundoi më 24 qershor me zbatimin një armpushimi, sipas një letre të botuar sot drejt sekretarit të përgjithshëm të OKB-s. Mirë, zoti Daudi, si mund të ndikojë kjo deklaratë e presidentit të SBA-s Donald Trump pra në marrëdhëniet me Shtetet Bashkuara të Amerikës edhe Iranit? Po tani postimet e presidentit Trump nuk duhet të merren serioze. Kuptohet që ai ka humbur gjithë kredibilitetin, për shkak se përderisa ishte në negociata me Iranin, Irani u sulmua nga Izraeli në bashkëpunim me SBA, dhe tani ai thotë që nuk bëi asnjë negociat me Iranin, mirë po në fakt Irani nuk është duke bërë asnjë negociat me SBA dhe këtu është çështja. Pra, si duket e vërejtën amerikanët se bën gabim pasi e sulmuan Iranin, për shkak se u dëshmua që Izraeli nuk ka kapacitet që ta dëmtojë Iranin, dhe u dëshmua që SBA-ja nuk ka kapacitet që ta pushtojë Iranin, dhe se Irani është serios, është një ushtri e mirë organizuar, dhe çdo sulm që do t'i bëhet Iranit do të ketë përgjigje, dhe kjo është çështja për shkak se edhe SBA-ja frikohet nga forca ushtarake e Iranit. E qartë, ndërkaq, zoti Daudi, cilat janë dhe pasojat e mundshme ndërkombëtare pra nëse Këshilli i Sigurimit të OKB-s pranon kërkesën e Iranit? Jo, kjo nuk ka gjasa të ndodhë, për shkak se në Këshillin e Sigurimit të OKB-s me të drejtë veto është edhe vetë SBA-ja, dhe çdo rezolut që arrin aty ka SBA-ja të drejtë që të bëj veto dhe kuptohet që do të bëj veto, pra nuk ka një mundësi e tillë që të ndodhë. Por ne jemi dëshmitar që në të gjithë rezolutat